Është hera e dytë që deputet të BDI-s më bëjnë pyetje në lidhje me këtë temën që ju e thrisni deshqiptarizimin apo çështjen e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat. Unë du t'ju kujtoj që kjo çështje është bërthama e marrëveshjes së Ohrit, në të cilën jeni thirrur vazhdimisht. Afati për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, afatet tranzitore para aty kanë qenë deri në 2004. Nga 2004 deri në 2024, kur BDI ka shkuar në opozit, janë 20 vite. 20 vite ku ju e keni patur mundësin edhe të rregulloni çështjen e përfaqësimit me ligj, edhe ta rregulloni atë në vepër, në shumë institucione, por nuk e keni bërë. Nuk e keni bërë asnjëherë, sepse nuk keni qenë të interesuar ta bëni këtë gjë. Juve sigur ju ka kap një lloj amnezie si BDI, por qytetarët nuk vujnë nga amnezia. Ne e dim mirë se kush jemi, e dim mirë se çfarë keni bërë në lidhje me çështjen e përfaqësimit drejt dhe adekuat, ku vazhdimisht, si në çështjen e gjuhës, si në çështjen e decentralizimit dhe të gjitha çështjet tjera që janë bërthama e marrëveshjes së Ohrit apo shtyllët e marrëveshjes, ju keni sjellur improvizime të njëpasnjëshme. Nuk keni rregulluar me ligj asnjë çështje, sepse keni qenë më të zanë me tendera, me malverzime dhe me korrupsion. Tash, unë du t'ju pyes, a jeni ju ato trima që e keni lënë Akademinë e Shkencave me 0 përfaqësues shqiptar aty? A jeni ju ato trima që e keni lënë njësitin alfa për shembull policisë me 0 shqiptar aty? Madje ish ministri i Brendshëm, që nuk është këtu në sallë tani më, na tregoi se si nuk është gjetur asnjë shqiptar që din not, dhe i tregoi ke zavends ministrit tuaj se ai mund ta merr fjalën kur ai e lejon. Ju jeni ata trima që nuk i keni rregulluar këtë punë dhe sot na shitni neve patriotizëm këtu nga pozita e opozitës. Pra këtë shumë çështje tjera për cilat ju jeni përgjegjësit dhe ua kemi thënë me kohë.